Lojtari 12 më i bukur në botë. Kështu janë cilësuar tifozët e Boca Juniors, të cilët dje kanë entuziazmuar pra me paraqitjen e tyre në përballjen Bayern Boca Juniors. Edhe pse ata humbën, gjithsesi fituan në shkallën e stadiumit. Mirëmbëngjes dhe mirëseardhët në ABC News për të ndjekur botrori i vogël, ku natyrisht do të flasim gjerësisht për fitoren e Bayernit, por pa harruar më pas përmbysjen e Interit në minutat e fundit dhe rezultatet e tjera pra të ditës sotme. Për këto dhe argumenta tjerë me situarit e mi, Ledio Pano, trener, mirëmbrëmje. Interi e përmbys në fund fare me një rafishat e Lautaros dhe Carboni, një nga lojtarët e rinj të Interit. Duke parë Interin, sigurisht që nuk është ai Interi i Champions League-s, pa diskutim që ka ndryshimet mëdha në ekip, duke filluar edhe nga Stoli, duke filluar edhe me lojtarët brenda në fushë, por edhe nga mentaliteti që ata po tregojnë. Sigurisht që prisja një aslan tjetër, sepse është momenti i tij, është momenti që po merr minuta dhe duhet ishte, për mendimin tim, duhet ishte më tepër aktiv në lojë. Megjithatë, e rëndësishme është që po merr minuta, e rëndësishme është që duhet të jetë ke Interi, por i vlerësohet, po me mënyrën se si po luan, për mua po le pikpyetje, kështu që e rëndësishme është që Interi fitojë dhe vazhdon rrugën, sepse mund të ishte ndonjë surprizë tjetër, mund të ishte ndonjë surprizë tjetër. Shumë e drejtë. Ermal Tajiri, trener, mirëmbrëmje, mirëseardhje. Përshëndetje, Maxi. Ndërkohë që Bayern fiton 2-1 me Bokën, por një ndeshje themi ku ishte gjithçka brenda. Agonizëm, ritëm, gola dhe diku themi në një tejkalim të lojës fort në futbollin e sotëm. Nga krau me i lindjes, jo nga krau jonë. Nga krau jonë, të thamë që dje nesha fitohet nga Bayerni, ti kishe kështu aludime se mund... Kisha dyshimet vogla? Jo dyshime. Ti thejë Boca kështu, Boca kështu. Ne thamë që Boca, përsa i përket tifozëve, do jetë surpriza më e madhe, dhe është futbolli. Përsa i përket lojës, nuk është ajo Boca që kemi para neve, me River Plate që janë të dy kundërshtarët më të mëdhej, ka shumë mangësi. Boca, jo se Bayerni s'ka mangësi. Po Bayerni gjithmonë i merr me seriozitet ndeshjet, i çon deri në minutat e desë të mbarojnë ndeshje janë me seriozitetin më të plot, luajnë një futboll dje edhe të fortë. Pragmatizëm do të thoshja. Po, shif, edhe të fortë. Po. Se nuk e nisa nga pragmatizmi, as nga teknika, as nga pjesa e lojtarëve më me kualitete. Nisa gjithmonë nga forca, sepse Boca luajti shumë fort dje. Dhe raste e kaloi dhe te kaloi pjesën e limitit. Dhe ajo aty përgjigjen në ato lloj mënyre, pastaj ato kanë dhe një histori të veçantë Boca me Bayern. Po pra, historia që përmendëm brenda, e 2001-shit. Po, tash në 2031-shin do vi prapë kjo histori, do fitojnë prapë ne, po do ndryshoj ky situatë. Shumë e drejtë. Nesh ishte e bukur për tu parë, unë pjesën e parë pas, pjesën e dytë nuk durova dot. Nuk rezistove dot. Por besoj ke ndjekur të regjistruar dhe ke krijuar idenë tënde për të ndeshje nga fillimi deri në fund. Qartë. Karrierën e ka nisi portier, avokat i diplomuar, tashmë ka dhe licencën e talent scout, menaxheri Arjan Nika. Mirëmbrëmje Arjan, mirëseardhje. Mirëmbrëmje Maxi, faleminderit. Dërkohë ty do të ngacmoj pak për Dortmundin, sepse Dortmundi e nisi keq, shkoi pastaj nga 1-0 në 1-4 dhe më pas komplikoi dhe koklaviti gjithçka që mund të shkonte edhe në barazim, pasi ndeshja përfundoi 3-4. Është ajo tabloja që ka treguar Dortmundi këtë kampionat me oscilacione, me ulje, me ngritje, më shumë ka pasur atë i ka dhënë rëndësi Champions League-s edhe lëshoi diçka kampionatin. Në fund kur doli nga Champions League u impenjua, është ekip që ka të ardhme, po që ka pika të dobta, sidomos mbrojtje. Dhe i tregoi edhe sot. Mamelodi është një ekip surprizë, po ekip i këndshëm. Mua më pëlqeu dhe më merri keq në fund se bën një lojë aq të bukur me atë 4-3-shin për tifozat, është lojë shumë e bukur, shumë tërheqëse, por Dortmundi lë për dëshiruar. Ka forca në sulm në ato, po mbrojtje... Duket që është një ekip në rindërtim e sipër, riformatim, apo ja? Në rindërtim, po shumë vite ka me të njëjtën fizionomi edhe Kovac nuk po tregon. Edhe pse ata konfirmuan Kovac edhe për vitet e ardhshme, u treguan themi drejtuesit e tyre shumë serioz në këtë pikë. Gjithmonë këtë tip loje ka pas Dortmundi, nuk mbron fort, po sulmon, mes fushën e sulmin e ka. Do ta shikojmë ndeshjet e tjera, megjithatë ndeshjen e fitoi atë që kishte për të realizuar e realizoi. Pra objektivin e kapi, por ta shohim situatën bashkë. Ideja e futbollit është goli.
Kush shënon më shumë, pastaj trenat vrapojnë, ecin, kuajt. Ato ekipe është, kur e ka 1-4, e bën 4-4, 5-4. Luan gjithmonë 2-0, e kthen 3-2. Që nga ja ka lënë Klopi ashtu atë dhuratën e Klopit. Ka lënë të sëmundin e vjetër themi që hapin ndeshjen dhe është ekipi pa parashikueshëm. Kjo është e vërtet. Bledar Kuka, kolega gazetare e BS1, mi mbra Bledi, mirë se erdhe. Ndërkohë që Bellinghami i ri, kemi thënë që ecën vetë. Sot ishte lojtari i ndeshjes në ndeshjen e Dortmundit dhe në një farë mënyrë Bellinghami 1 me Bellinghami 2 na japin idenë sikur Anglia ka një të ardhme të ndritur, apo jo? Anglia për sa i përket lojtarëve të vet, gjithmonë ka pasur të ardhme shumë të ndritur, por vetëm çështja ka qenë gjithmonë te sakrifica e Anglisë. Janë fik drita të rrugës. Te sakrifica e Anglisë, tek çështja se sa mund të përplasen më shumë atë që e kanë bërë më shumë Argentina si të uruguajanët, gjermanët apo italianët. Megjithëse këto kohë është afro shumë finaleve, titujve ndoshta ka ardhur koha është pak më e stabilizuar. Dikur quaj suksesi i madh që Anglia arrinte në gjysmë finale, diçka që Gjermania kishte në çdo turne. Megjithëse Anglia luante mirë futboll, kur ishin përballë gjithmonë ishin ndeshje shumë të forta. Por tani ndoshta nuk është më ajo Anglia që e bukur sa ka qenë dikur, po është çik më praktike, më afër, më fituese. Ndoshta e kuptojnë edhe vetë që nuk mund të vazhdojnë vetëm me titullin e shpikësit futbollit. Kanë kaluar kaq vite sa që është harruar kush ka shpikun futboll. Pra ne morën trajner gjermanët. Kjo është e vërtetë. Shtoj edhe diçka të vogël Maxi te vëllezërit Bellingham. Ka një mos vëmendje nga Anglia me të dy vëllezërit i ka emigruar, sidomos Dortmundi është bërë ajo pista e tyre. Kështu që edhe ky djalosh për mua e ka të ardhmen e sigurt me këtë formulë, që Anglia nuk i merr në ekipet kryesore, po i merr Real Madridi dhe nuk e di ku do vjen. Bellinghami vogël. Dhe vjen me Spurs e pastaj edhe kontribuojnë për Anglinë. Fillon famën Hamburg. Tamam, e kanë nisur gjithë karrierën e tyre në Gjermani, në Hamburg, në këto. Po, kjo është e vërtetë. Megjithatë, sot tek ndeshja e Dortmundit kishte edhe një fakt tjetër të rëndësishëm. Ermal dhe ti besoj duhet ta dish, por ne po japim për publikun hera e parë në histori që lojtarët rezervë të Dortmundit apo të një skuadre e shohin pjesën e parë në dhomat e zhveshjes në monitor për faktin sepse ishte në temperaturat e larta, në gjithësia. Ishte shumë vap në bankin, natyrisht edhe në fush. E drejt ky Ermal, shohim dhe foton në këto momente, pra ku gjithë rezervat e ty, ADM e tjerë që po e shohim pjesën e parë nga dhoma. Tashti, pjesa e Dortmundit larta ne është çik si fresk. Kur vim këtu më mirë të dhomat e zhveshjes, se sa me dal jashtë. Se si dihet çanol. Te pjesa e dytë tash këtu këto zëvendësojnë dhe video analistët. Se ç'a bëhet tash? Më mirë shohin këtu dhe tregojnë se çfarë është bërë. Dhe për t'i ruajtur që mos lodhen në stolin e rezerva me vapat janë kur të futen të fresk. Hapi në një tendencë re? Jo, nuk besoj. Nuk besoj sepse nuk ka kështu një temperaturë të larta. Unë besoj që shumica e tyre nuk kanë qenë për të luajtur. Po pse, ADM-i? Jo, janë gjithë për të luajtur. Mund të jetë edhe tip sensacioni televizive, për të bërë një skup. Besoj shumica e tyre, duke parë dhe lojën që nuk e ka intensitetin, nuk është ai ekipi që unë besoj që e kam pas sigur që do fitonin. Kështu që ADM-i dhe ato, po t'ishte për t'i futi, kishte fut që në fillim, si që futi neshën e parë. I ka majtë për... Ka dhe i gjotë tjetër që është kryesore, se ne botrori për e të parë po bëhet. Edhe kjo sistemi i ri është. Nuk i dihet se si ndodh botrori në tjetër, se e lynë në Amerikë prapore. A kuptove, mas një viti, i bi që botrorit luhet në Amerikë. Do jenë po të njëjtat temperatura. Kurse për këtë kampionat ka hedhur kandidaturën Brazili në 2029 është... Janë të njëjtat temperatura kam lafin. Pa diskutim. Kur të vinë të tjerët, mund të bëhet dhe kjo. Njëti probleme me edhe ndryrimin e kohës. Tjenë gjithë. Ju me ndronë kjo i Fandino. Avokati nga tha dhe një lajm interesant pra që kandidaturën e Brazilit për botrorin e arshëm të klubeve në 2029. Pra mbas 4 vitesh. Kështu që më duket se ka dhe Maroku, Spanja dhe Portugalia. Jo, e kanë botrorin e klubeve, ata kanë botrorin e motshëm, që është botrori i kombëtarëve. Kur është Brazili dhe më e besueshme, apo jo Bledi? Kudo që tjetër. Ta duket se duan patjetër që ekipet europiane t'i lodhin domosdoshmë, t'i nxjerrin çik jashtë. Të lodhin binarëve. Po tamam se e morin këto. Lodhin se leka plot, e $1 miliard. Kudo që tjetër, po mos na përshëllin një raket më mirë, ta bëjmë tu në Evropa. Më mirë afër, se anezi djetë që anë. Të nga ne që të regulojnë në stadiumet. E rëndësishme është që të ketë futbol, të ketë spektakl, të ketë emocion, dhe e bukura është kur gjithë klubet, themi, të 6 kontinente, ka mundësi që të masin forcën me njëri tjetrin në këto kompeticione madhore, si që është rasti themi në fjalë. Pra ky si botrori parë, po vjen si për tifozërinë është në maj
tivozëria latine në Amerikës Latine. Emocionin që po jep dhe spektakl. Së Barcelona, do Ta fitoj mundësi për vitin që vjen. Mimi e kam llafin, do jep të Së tjetër. Barcelona, së Liverpooli, Liverpooli, s'është Milani. Prince, vitin tjetër do bëhet tjetër situatë. Për shembull, edhe Leverkuseni nuk është. As Leverkuseni nuk është. Nuk mund shohësh ti Arkanida 10-0, Urava. Mirë, bëhet dhe shik për shpërndarje popularitet për ashtu kampionat botror, siç është ai tjetri që mund të lozin dhe Haiti, mund të lozin dhe për dy gjëra. Se ti e di, siç e di dhe unë. Ky kampionat bëhet për dy gjëra. Mbushën argat, shiten lojtarët. Po. Kaq është ky kampionat. Më shumë ndihmon këta që janë Amerikë Latine, Afrikë, Azi, ndihma për ekipet e mesme. Nuk diskutohet kjo. Gjë dhe i rikthemi pak fitores fundit, pra ose ndeshjes fundit, fitores si Interit minutat e fundit. Bledi, themi një ndeshje e koklavitur për Interin, që nisi keq, pastaj gjithçka malore, bëri të pamundur në Qivo për të ndryshuar themi kartat, letrat në tavolinë, në fund ja doli që ta kthej këtë ndeshje që u bë shumë delikate deri në fund fare, apo jo? Pranishmit studio kanë qenë në fushë, e dinë se si është futbolli, edhe kuptojnë që kur merr goditje aq të forta sa mori Interi, me atë potencial që ka Interi me moshë të vjetër, edhe me largimin e trajnerit. Jo, e ka rinovuar pak moshën. Championship ma dispat, humbjen e Serie A që duhet ta kishte marrë sepse të paktën Serie A ishte ekip favorit. Në rastin e Champions nuk ishte, në Serie A ishte. U eliminu dhe në Kupën e Italisë madje me humbje të rëndë me Milanin. Domthonë ishin goditje kaq të forta që duket që edhe Interi i kanë ndier shumë të goditje. Erdhi shumë shpejt Kupa e Botës për klubet për Interin. Nëse ata e thanë këtë fakt, Bledi, edhe me ekipe të tilla. Jo thanë edhe këtë fakt që më mirë që erdhi shpejt për të harruar humbjet dhe zhgënjimet e sezonit. Do ta themi edhe këtë. Ata u thuan gjithë atë rrugë atje, kanë ndryshuar shumë gjëra. Dhe goditjen ata nuk e heqin kaq shpejt. Ata ndoshta duhet kishin shkuar me pushime të harronin. Është ekipi në traumë, është edhe i lodhur. Tani ekipi japonez ishte që gjeti një gol, ata janë ekip shumë i fortë taktikisht, domethënë vrapojnë shumë, janë shumë disiplinuar, është shumë e vështirë ti bësh gol. Është ai gabimi tradicional i Interit në krah të majt. Ka bërë ekip 5 herë. Interi nuk është ekip që mundet të luajë nesër me Bayernin dhe të jetë 0-1. E ta kthejnë nesh. Ose me një ekip tjetër në këtë situatë si sot, ju botit mirë që të çut trajnerin 25 milionë euro, trajnerin më i bukur. Që bëm lëvizje. Edhe smora dhe si kup, nuk e di kanë marrë këto lidhje në kontratë në gjë, se si dihet se i trajnerin bën. Tashi është apo jo në rindërtim Interi. Me këtë trajnerin e ri. Në rindërtim total. Edhe këto që po shefti këtu me Aslanin, se Ledju e kapi shumë bukur. Në qoftë se Aslani nuk lun, nuk ka përqend pjesë e Inter. Jo, ky është provimi e Aslanit. Janë testet. Që ne i shohim. Edhe pse duket sikur Aslani po futet femine në gjitha marrëveshjet që Interi do me lojtar tjerë, dhe këtu kam parasysh Hendersonin, Atalanca, apo lojtar tjerë shumë nga Fiorentina. Rovelin e Lazios. Është gjithmonë pjesë e merkatos, pjesë e lëvizjes për të zbutur deri diku koston e. Kjo tregon që e kanë ndarë mendjen, po tash është nga brenda nuk e kanë thënë, e kanë ndarë mendjen për ta hequr, për ta shitur. Ka një fakt tjetër, Nika, që në njënën anë, për shembull, nuk e vlerësojnë maksimalisht tek Interi, por nga ana tjetër skuadrat e tjera duan të japin minutazh, duan të japin hapësirë dhe kanë besim tek ai. Pa diskutim, po Interi është si Ania në lundrim në oqean, do lojtar të gatshëm, të fortë, që të mbajnë kompeticione. Te Aslani nuk e shikojnë akoma atë dhe mund të japin kohën e tij që të shkojnë në ekip të mesëm. Dhe aty do duket dhe ai Aslani që do ngrihet apo do rri në këtë nivel. Do të San Siro është themi si ajo tenxhere e presionit që vlon dhe aty për shembull o digjesh o ja del. Patjetër shumë lojtar që kanë vojtur shumë San Siro. Është i lojtar 22 vjeçar. Shumë i ri, është akoma në moshë. Edhe është momenti që ai duhet të tregojë veten. Tamam. Pa diskutim që është në një moment të vështirë si Interi, por edhe Aslani. Tani ka filluar, ka 2 ndeshje që bën minutazh. Po. Gjatë gjithë kampionatit ka dalë nga çlirimi i Çalhanoglus, nga hija. Ka marrë kaq minuta sa ka luajtur këto 2 ndeshje. Kështu që përveç me ekipin kombëtar, Toni. Nga mënyra se si luan Aslani, sigurisht që duhet ta ndryshoj, sepse i ka cilësitë. Problemi është përderisa Interi e ka vënë për ta shitur, sigurisht që nuk e ka besimin e plot tek Aslani. Donte
ta shiste ke Atalanta, do Fiorentina, por Fiorentina Lazio, me kanë një ndrim e Rovellën e Lazios. Pa diskutim që janë ekipe që nuk e kanë statusin e Interit dhe një lojtar nga Interi pa diskutim që do t'i bënd të punë. E marim nga kjo anë, nga ana psikologjike, Aslani do t'i bënd të mirë t'i ikte nga Interi dhe të shkonte në një ekip që do t'kishte minuta. Sepse do rrite edhe... A i shumë i afekcionuar edhe ka të vështirë. Psikologjikisht, nga gjitha anët. Do ishte në minuta, do kishte më tepër vetbesim, sepse e shofim që besimi ka i nuk është. Mënyra se si a i luan, me gjitha dhe stili lojës Aslanit nuk është stili lojës për një ekip madh. Astani shpesherë për shembull vjet në vështirësi dhe kthen ai është 22 vjeç. Ne kemi parë sot që lojtarët mund të shkojnë të kapin atë hapin e madh karrierës kur janë 28 vjeç, edhe 30 vjeç. Sepse kanë ndryshuar ajo mënyra. Çfarë do themi për Jamalin e pastaj? Edhe vetë Çalhanoğlu, jo, në këtë rast edhe Çalhanoğlu 26 vjeç me Milanin, 26 vjeç shkëlqeu tamam. Një moshë më të rritur, ai ndoshta mund të jetë më i qetë. Mund të jetë më i qetë. Edhe sigur mos luaj me Interin, për shembull, ai mund të luajë me një skuadër të mirë, se në fare Fiorentina ka dalë deri në gjysmëfinalen e Kupave të Evropës. Ka ekipen italiane, Lazio, Roma, janë skuadra shumë. Nëse do ketë bagazh nga brenda, mund të shërbej për trapolinë. Themi do të ishte ideal Aslani. Marri më shumë përsipër. Nëse të bëjmë një analizë kështu si thoni juve, çe dojmë. Pse? Sepse ka dy futbolli ka i gjë që nëse nuk je i shpejt Aslani, nuk ka ndryshim ritmi. Dhe në futbollin sot italian, ndryshimi i ritmit është gjëja më e rëndësishme e këtij futbolli. Është bile për gjithë futbollin. Për gjithë futbollistët. Atëherë që pra ka futboll dhe lojë monotone. Atëherë ka një traç. Lojtar që din pasojnë, po në fusësh edhe mua letën sot nuk u mund më stop. Mirë, deri në këtë moment doja të justifikojmë me muesën e iniciativës. Edhe dorim aty edhe nuk humbi, do japim edhe 2 topa për të bërë gola. Po. Ideja është kjo, që ai edhe këtu në te kombëtarja jon duhet marrë përsipër. Po. Pavarësisht se 22 vjeç, po 22 vjeç po lu me Inter. Nuk je 22 vjeç duke luajtur me atë Burrell. Kuptove se si? Je rrit në një filozofi. Është viti i tretë themi ne në këtë lloj. Po je rrit në filozofi. Je rrit në filozofi tjetër. Po. Je rrit në kulturë tjetër. Ti duhet vish atë kulturë ta sjellësh te ne këtu në Shqipëri, edhe ta marrësh për dorë ekipin ton kombëtar. Jo ti e kundër ta thoj. Po patjetër, këto nuk e ka tolerancë edhe atje pa minuta vjen, dhe kur vjen te ne pa minuta, gjithmonë te Interi, atë te Interi shikojmë ton. Ato pak minuta që ai los. Se themi gjithmonë, këto Moricitar nga gjithmonë pjesë që këto vitet e fundit e kemi rregulluar shumë mirë pjesën e Moricit. Mezi fushë dhe sulmi ne kemi aksi, se s'kemi lider. Po se s'kemi arritur akoma kokrat mira që të penetrojnë ekipet mira, të marrin besim. Gjithmonë të mbrojtje jemi. Po çështja e karakterit është personalitet. Unë besoj që çdo gjë është personalitet. Si ndjehesh ti me mënyrën se si do të luash. Si ndjehesh ti me topin. Një njeri që ka besim ke vetja vet, që ka besim ke mënyra se si ai e merr topin, e pason, e vrapon ku dëgjon, ky është personalitet. Sepse i tregon të kundërshtarit që... Mase me Interin mund të ketë qenë ekipi gabuar për të, në atë moshë që kishte me atë personalitet që ka ai. Është shumë gjigant, dhe ai nuk e ka atë agresivitetin që duhet ketë, vetë besimin e madh, zbehet me njerë kur ata i kritikojnë e bëjnë. Por themi për Aslani këto situata, këtë problem, personaliteti, karakteri nuk e ka në Argentina. Po të shikojë mëra për shumë Boca Juniors me Bayernin, asgjë. Po se qa bëri Boca, se po na qmën ti tashi, qa bëri Boca? Për futbolin që tifozat duan të shikojnë Ledion. Por e tifozat i kanë ata. Ata në fush, më tepër vrapun edhe u përplasën, se sa lujtën futbol. Një pjesë vetë besimi është, kur nuk ke talent madh, do luftosh, do sakrifikosh, ata e bëjnë. Vunë në fush, armën e tyre më të fortë që kanë karakterin dhe agresivitetin. Ndjekin në një kronikën e përgatitur nga Blet Kuka, rikujtojmë këtë ndeshje, do thoshja historike dhe epike, për mënyrën se si u luajt, si ishte lufta publiku në shkallë dhe shumë ingredient tjerë që kishte themi kjo ndeshje nga gjitha drejtimet. Atëre Boca Juniors, Bayern. Era da kanë zirë pambarim. Kemi filluar diskutimet mbasi pam golat, kronikën të dy ndeshjeve themi të këtij grupi ku natyrisht gjithçka është e hapur, edhe pse vendi i parë, themi për vendin e dytë, është gjithçka e hapur. Ndërkohë që vendi i parë
Veni parë me veni dytë kanë marrë më. Drejtimin e dur. Jo, ende s'është mbyllur, sepse është ndeshja e fundit. Pse kush lu? Po sepse Benfica Me Bayernin thotë. Po pse jo? Mund ta leni barazim. Ore janë Evropa ato, e leni 1 milion çën. 1 milion njëri, 1 milion tjetri marron punë. Çfarë do të Është 2 milion, është 2 milion. Blet. Boca Junior se nis me ty, sepse natyrisht ti ke këndvështrimin tënd veçantë përpara se specialistët të futen në detajet e tjera. Pasi ne të gjithë, secili për nesh ka një këndvështrim veçantë normal, edhe prandaj Jo, ti shef pak edhe ngjyrat, atmosferën, situatat e tjera. Unë shoh që ti e ke pas sot atë Bokën si edhe ndoshta tifozët, sepse që në fillim kur kemi filluar të flasim për emisionin e para, unë duam tifozët e Bokës. Kjo ishte kërkesa specifike. E vërteta është që ata kanë një emocion të jashtëzakonshëm. Edhe kampionatin e Argentinës, edhe sikur mos shohin ndeshje fare, vetëm atmosfera që tillë që krijon ato emocione të mëdha. Është Boka, si gjithë ekipet e tjera të Amerikës së Jugut, ka ato kufizimet e veta, megjithëse duket për momentin sikur ekipet e Brazilit janë pak më serioze, ose ndoshta Boka ka pas një grup më të vështirë ndoshta. Se lueti direkt me Benfica, një futboll që e njeh, se edhe Benfica themi Benfica Bayern, dhe pse aty ju ka ngel një pengu madh sepse ishin avantazh 2-0 dhe u barazua 2-0. Ky është pengumi i madh. Benfica është ekipi vetëm që janë ngelur edhe nga Portugalia. Ekipet e Brazilit janë pak më serioze në këtë moment që po flasim. Pak. Me rezultatet, me lojë. Pse River Plate për shkakun sepse bëhet fjalë që atje ka 4, këtu janë 2, në një farë mënyrë. Janë 4 mirë deri tani. Ekipet braziliane të gjitha nuk kanë humbur ndeshje. Por natyrisht fokusohemi pak tek kjo, sepse nga njëra anë është një nga kandidatët kryesor Bayerni dhe nga ana tjetër Boca që ka shumë. Botafogo është edhe kampioni i Amerikës së Jugut. Edhe ajo tregon diçka. Kush e fiton Kupën Libertadores, domethënë është më mirë. Në formë. Vazhdimisht kanë qenë argentinë më mirë, por kësaj radhe është nuk diskutohet. Ndërkohë që në këtë ndeshje arbitri ishte iranian dhe që për hir të vërtetës ndoshta minutat e para Lidium të jepte idenë sikur thoshte ku jam dhe çfarë po ndodh, ë? Pa, kishte menin për mënyrën se si. Pa i ka familjarë? Ka familjarë atje kush e di. Nëse çështja e luftës është situatë tjetër. Jo, luftë bëjmë shaka. Jemi pak serioz me futbollin. Për atë futbolli është gjë më e vogël. Ke shkuar në Argentinë? Jo, s'kam shkuar. Mos harrojmë të bëjmë biletat të shkojnë Max në Argentinë, mësoj që të kuptoj se çfarë bëhet. Dgjoj. E para herë gjithë argentinat dhe brazilianët vinë në Evropë. Pse është kjo? Jo, ka shku Mim Mersini, e përshëndesim. Po, Mim. Pse është kjo? Besoj për financa. Jo për financa. Shumë se për çdo gjë. Jo për financa. Sepse kanë parasysh për shembull Martin Palermo. Jo, sepse lindja Tush platea e futbollit. Nga më të majmet në Europë, luajti 3 vjet në Spanjë dhe pastaj u rikthye tek Boca dhe aty kurorëzoi karrierën e tij me 9 vjet tjera. Po shumë edhe Riquelme, Roma Riquelme. Nga Argentina dhe nga Brazili dalin lojtar super lojtar përsa përket mesit fushës dhe lartë, shumica, se mund të ketë dhe mbrojtësa, po shumica. Argentina, edhe Brazili ka kthyer dhe mbrojtësa, Argentina ka qenë. E para e herë që luajnë fort, e dyta që janë të shpejtë. Japin maksimum, karakter. Japin maksimumin, karakter tjetër. Dhe për Evropën janë 1 apo 2 lojtarë në të çdo lloj klubi, janë lider. Jo, janë lider se çdo por janë kampionët e botës në fuqi. Por kombëtare. Mos e shif tani më. Po mos e shif tani ne kur rriten. Ka një por, le kampion të fuqi. Si rriten? Lega me se kampion të fuqi luajnë në Evropë gjithë. Por ka një gjë, nuk janë kur ekip. Janë individ? Për traf Evropën. Janë gjithmonë individ. Edhe ajo që ta... Vështirë është shumë e rëndësishme, që tha Bledi, që janë më serios këtë radhë Brazilian. Se po të shofësh, janë grup këtë radhë. Do dali dhe i lojtari shpejt, si që doli Palmeiras aty, që u fut pjesën 2 minutë e 56, edhe i do shitet nesër direkt. Jesus pra, po, që bëri diferencët e Paris. Dha dhe një mesazh, zhvlerësuan lekun e madh me fjalë ato ekipet miliardere si Chelsea, me lojë kolektive, me shpirt. Kanë goditje në të gjithë kampionatin botror, për këtë arsye, që ekipet që janë andej, ne dim shumë mirë që janë ekipet forta, po kur s'kanë qenë ekipet që i kanë rënë nesh evropianëve? Ermal, në qoftë se do flasim sot, këndvështrimin tënd, nga do anoj titulli botror për klube? Nga Amerika Latine? Nga ndeshjet që janë sot? Apo nga Europa? Nga ndeshjet që janë sot, që kanë parë unë, një ekip Brazilit dhe kënë finale. Në finale? Po, një ekip Brazilit. Me një? Ata nuk mund të ta them, po mund të them
mund të them që të janë dhe 2 ekipe braziliane, varet dhe nga Shorti sa Bujar do jetë me këtë dobin, por janë më në gjendje, janë në kampionat, se ka të bëj kjo, ka të bëj shumë kjo, janë kampionat, janë në ritëm, janë në ritëm, kurse ekipet e Evropës, vetëm qofse duan të nxjerrin një nga Amerika e Jugut, duan më lajka, Shorti është i programuar. Shorti dakord, edhe kemi parë edhe gjykimin edhe gjërat, por pa diskutim që kanë brazilianët kanë një farë mënyrë të luajturit të tyre. Edhe deri më sot e kanë justifiku, edhe lojërat që kanë bërë të 4 ekipet braziliane. Pa diskutim edhe River Plate edhe Boca janë munduar, kanë dhënë maksimumin. Por që ekipet europiane kanë një status tjetër. Kanë potencial më të madh. Kanë një status tjetër. Unë nuk e shoh ke lekët, sepse futbolli nuk luhet vetëm me lekë. Qatë në qatë, shef të stili lojës të tradita të Ta kanë atë që duhet, që mungonë, dhe dëshirën e madhe. Futbolli është kulturë. Brazilianët e kanë kulturë. Pa diskutim që duan të bëhen edhe ata si Europian, për nuk bëhen to. Sepse qëndra e futbollit është Europa. Kështu që pse kanë bërë në Europa Amerikë? ka ekuilibrin. Po jo, Europa ka dhe talentin. Europa ka dhe talentin, ka dhe lekun, ka dhe i ka të gjitha. I ka të gjitha pra. Skuadra europiane kanë bazë Jo më kod Brazili mori trajnerat që mori, sepse po t'ishte gjithë këtë kohë ka trajnera sa dush. Leku ka dalë nga Arabia Saudite dhe që ka shkua ne, ka grava ne. Tani po s'kam për t'u bërë në S'kam ok ne, po. A i e futi dhe leku dhe në Evropë, Arabia Saudite. Jo është themelet në rërë, duhet t'jenë shumë thella. Do vene tjetër. E provoj Kina dhe shtojë. Tentuan shumë skuadra të mernin, të bazonin trajnerët e mi të rëndësishëm dhe shumë vende dhe në fund themi kanë vajtur këtë traditë të tyre. Bëjmë i krahasim për ata që thonë Ledio, pra kur flasim për Champions, po themin. Se Champions është simboli i Evropës, fundfare është i gjithë kontinentit. Por ai është sikur të jetë NBA, për shembull, në Amerikë. Basketbolli është shumë i mirë edhe në Europë, ama në Amerikë është ai që është. Edhe në Europë, pra është etaloni është Champions League, është kampionati anglez, kampionati spanjoll. Se përkojnë me shpikjet, ata kanë shpik basketbollin, ne kemi shpik futbollin, kështu që këtu duhet baza. Europa forcoi biznesin e futbollit. E kanë traditë dhe pëlqejnë, nuk e kanë futbollin tonë se kanë. Dhe kur filluan milionerët krijoheshin në Europë që nga koha e Cruyffit e mas viteve nga vitet 80 e mbrapa. Unë mendoj që kultura europiane e luajtur futboll ndoshta kanë ndikuar në kompleks. Dhe më pastaj kanë ardhur situata të tjera financiare. Edhe statistikën e ke. Nuk është rastësi. Champions League, kampioni i Champions League, kampionin e Libertadores, kur luajnë bashkë gjithmonë fiton Evropa. Mirë, kanë fituar edhe ata. Kanë fituar edhe ata, po shumicën, Reali ka rrafë gjithë kohë. Ka 20 vjet që fiton Evropa. Do ngelemi te Boca Juniors, ata kanë do lojtarë ngelemi tek futbolli kanë shitur. Do ngelemi te gjithë situatat. Lojtari më i miri i botës ishte Pelé, ishte shumë i kënaqur të luante në Brazil. Pra do thotë që kampionatet ishin më afër në atë kohë. Se Pelé apo kishte gjyqë do vinte në Europë. Mënyra të luajturit. Do ngelemi ky diskutim, por mbas reklamave. Pak publicitet dhe rikthehemi, të vazhdojmë themi debatet tona, natyrisht duke informuar pastaj edhe për ndeshjet që zhvillojnë nesër nga një parashikim të mundshëm. Mbas pak.